A mund të filloj unë I pari? Hurra! E po, let ja nisim. Ha! Vetëm një pik? Pse? Nuk është e drejt. Oh, shiko, fitova një pako patatina. Okay. A të japin patatina për këtë? Atëherë është radha ime. Ua, 10 pako patatina, darkë e shkëlqyer. E po në këtë rast edhe unë dua një çmim. Oh, a e shihni se çfarë mund të bëj gjyshja? Çfarë? Ku është çmimi im? Kam fituar 100 pako patatina. Wow! Nëse është kështu, është koha të organizojmë një sfidë. Fituesi merr 10 ose 100 shtresa ushqimi. I kam shumë qejf chupa-chupsat. Edhe unë, sidomos kur janë 10 të tilla. Mirë. Ti nuk ke shumë. Po, patjetër. Wednesday, fillo ti e para. Si ta heq letrën mbështjellse? Të thash, largohu! A do të më ndihmosh? Nuk më pëlqejnë këto karamele. Mike, a mund ta bësh këtë? Ha, e letë, në fakt jo. Më vjen keq, Wednesday. Gjëja, merru me këto chupa-chups. Të lumt. Thanks. Bye-bye. E po, koha për ta provuar. Shumë mirë, mbarova. Po, 10 nga 10. E po, më në fund erdhi radha ime. Këto chupa-chups janë aq të ëmbla. Dhe më erdhi një ide gjeniale. Ti fus të gjitha në një qese të vogël të veçantë dhe ti shtyp. Oh, Mike, çfarë po bën? Është kjo ndonjë truk I ri? Gjyshe, kam bërë thërrime të ëmbla. I lyej chupa-chupsat e mia ty dhe ka shije shumë më të mirë. Është fantastike. Ua! E shishme! Oh my god! E mrekullueshme! Gjyshe, provo tënden. Ke të drejtë, nipi im. Por, me cilën duhet të filloj? Me fshes korrenti? Ha! Gjyshe, je shumë qesharake. Shiko flokët e tu. Gjyshja, nuk është e kënaqur me këtë. Unë doja të të ndihmoja. Çfarë po ndodh këtu? Oh, mbeturina. Faleminderit, nipi im. Kjo karamele është shumë e shishme. Le t'i provojmë të gjitha të tjerat. Wow! Dua edhe unë. Ti e hëngre tënden. Tani është radha e gjyshes të shijoj këto chupa-chups të mrekullueshme. Oh, mendoj se më kanë ngequr në gojë. Mike, të lutem më ndihmo shpejt. Të lutem po të përgjerohem. Oh! Ups, mendoj se e te prova. Kjo është e sigurt. Do të më duhet nofulla ime. Por ëmbëlsirat janë shumë të shijshme. Do t'i haj një nga një. Oh, edhe një tjetër. Dhe fundit. Bravo, gjyshe. Punë e mbar. Yes! E jashtëzakonshme. Vetëm një kokër misri dhe aq? A është kjo ndonjë lloj shaka? Dhe gjyshja ka 7, 8, 9 jetë. Oh!
Mirë. Kjo është një porcion I mirë. Mike, duhet të kesh kujdes dhe Wednesday është në fakt e para. Nuk po e kuptoj. Si hahet kjo? Prit pak. Le të ndezim pak zjarr. Oh, wow! E po, tani u bë. Bëra pak kokoshka. E përsosur. Le ta provojmë. Gjyshe! Oh my god. Nuk kishte pse ta bëje këtë. Faleminderit, është radha jote. E po, ja ku është e kurim. Jam e bukur. Oh, kjo është e nxehtë. Koha për të bërë kokoshka. Po, I vendos kokrat mbi hekur dhe voilà, kemi disa kokoshka të shijshme. Kjo është e mrekullueshme. Gjyshe, kjo është shumë mirë. Është radha jote, Mike. Edhe unë kam një ide se si të gatuaj kokoshka shpejt. Në fakt, kam një makinë të veçantë kokoshkash. Tani mund të gatuaj sa porcione të dua. Shkëlqyeshëm. Është shumë e shijshme. What's the matter with you? Oh, jo, Mike, mos e bëj këtë. Oh my God. Oh, kjo është një ide e keqe. Kjo makinë me siguri po prishet. E mrekullueshme! Shiko sa shumë kokoshka kemi tani! Wow! Shërbeuni! Ka mjaftueshëm për të gjithë! A është kjo çamçaks? Një çamçaks është mirë, por dhët janë patjetër më mirë. Shiko këtë kull të lartë me çamçaks! Është çmenduri! Gjyshe, fillo, jam e uritur. E po, unë kam vetëm një pako. Shiko sa roz dhe e bukur është. Më pëlqen. Mund të fillosh, Wednesday? Oh, my! Nuk e ke përfunduar. As që e vura re. E po, do ta haj me kënaqësi. Shiko, gjyshja do të fryjë një fluskë. Ups. Mbarova. Para së gjithash, dua të heq qafe paketimin. Dhe tani, do të bëj një çamçaks gjigant. Duket e përsosur. Por kjo nuk është e gjitha. Shikoje këtë. Do të bëj makarona nga ky çamçaks. Tani, një sallam çamçaksi. Duke rrotulluar dhe ja ku jemi. Wow, Mike, shiko! Wednesday ka një ide të shkëlqyer. Të lumt. Dhe në fakt, edhe dërkuci është shumë qesharak. Shikoj atë. E po, koha për të ngrënë makaronat e mia prej çamçaksi. E përsosur. Mike, radha jote. Ura! Por... Oh! Kjo ishte një ide e keqe. Do ta marr shpejt. E po, le të fillojmë. Pyes veten sa e madhe do t'jetë fluska ime. Kjo është e mrekullueshme. Le të bëjmë edhe pak. Mund edhe të luaj me të. Wow! Kjo është shumë argëtuese. Mike, wow! Po, kam një ide shumë të mirë. Mund të ndërtoj një mal të tërë me këto tullumbace të vogla.
Wow! Shikoje këtë! Ups! Mendoj se po fluturoj! Më ndihmoni! Oh, ja! Faleminderit të gjithëve që bëjnë like dhe na ndjekin në kanalin ton. Shihemi së shpejti miq, shkruani në komente se cila sfidë është e preferuara juaj. Mirupafshim!